A keni bërë ndonjë përpjekje me gjitha partitë e reja që të bëheshit bashkë kundër PD-s dhe PS-s në këto zgjedhje? Partive të mëdha? Jo, sepse i njohi mirë ata që quhen partitë e reja në Shqipëri, nuk ka kemi besimin. I konsiderojmë në rastin më të mirë njerëz që kanë frikë politikisht, përballen me oligarkinë ekonomike, e në rastin më të keq bashkëpunëtor të tyre. Për ne është shumë e rëndësishme që çdo bashkëpunim të jetë i sinqert, të jetë i bazuar në vlerat përbashkëta, në nevojën për ta shpalosur të vërtetën kritike me gjithë forcën e vet, nevojën për të bërë një politikë të ndershme dhe pa kompromis me të keqen. Dhe ajo që kam vënë re është se në spektri politik shqiptar nuk ka asnjë parti që t'i afrohet lëvizjes bashkë në këto parime. Prandaj kemi thënë haptazi. Dhe nuk kemi luajtur me këtë hipokrizinë që shtrim dorën ndërkohë që mbrapa kemi fikën, siç e bëjnë të tjerat. Kemi thënë që në fillim ne jemi të papajtueshëm me ju në frymë, në karakter, në ide, prandaj do ecim bashkë me qytetarët dhe besoj që do ta transformojmë vendin tonë kësaj.